Ish banorja e Big Brother VIP Albania Francesca Murati prej kohësh po jeton në Tiranë ku shpesh ndan momente me miq dhe shoqërinë e saj por asnjëherë me partnerin e saj. Kjo ka bërë që shumë djegës të mendojnë se ka një krizë apo divorc me bashkëshortin. Së fundmi Francesca ka kërkuar ndihmë për të gjetur një shtëpi në Tiranë pasi ka vendosur të shpërngulet përfundimisht. Pas këtij vendimi, ajo është pyetur nëse ka një ndarje me saj dhe bashkëshortit apo probleme në jetën private. Francesca Murati nuk e ka pranuar direkt, por e ka lënë të kuptohet se po, ka një krizë në jetën e saj private që mund të jetë ndarja. Po kaloj një periudhë të vështirë, nuk është diçka që unë e kam diskutuar haptazi. E din vetëm njerëzit e mi të afërt dhe ata që dua. Më kanë ndenjur afër dhe më kanë dhënë shumë dashuri. Jam shumë e ngarkuar, po mundohem ta kaloj, përballoj. Jeta pas ka qenë shumë e vështirë. Çdo gjë ndodh për një arsye. Në një moment të dytë do flas hapur t'ju tregoj gjithçka që po ndodh me jetën time, u shpreh ajo. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.